Se ishin disa. S'pari koha kur zgjidhet, se kjo ka shumë rëndësi, koha. Kemi 13 vite që jemi në opozit. Apo ja. Kam pritur një kohë të caktuar. Kam folur me kryetarin e partisë. Se kjo nuk është një sekret, por do të thënë unë nuk them për takime private, po takime se e kam thënë edhe në kryesi këtë, kështu që është thënë në shumë njerëz. Kam thënë që Partia Demokratike duhet ripërtërihet, sepse jemi në kushtet ku ne po shkojmë keq e më keq. Dhe ka pasur një dakordsi që po duhet kemi një lloj lëvizje. Nuk duhet bëjmë lëvizje sa të dalë raporti ose BO-dirit. Dhe unë kam qëndruar pa fol asnjë gjë për Partinë Demokratike sa ka dalë raporti ose BO-dirit. Ka dalë raporti përfundimtar, kemi diskutuar për raportin përfundimtar, nuk ka ndodhur asnjë gjë. Ka fol prap kryesi, 2 herë rresht. Nuk ka ndodhur asnjë gjë prap. Dhe pasi nuk ka ndodhur asnjë gjë, unë kam arrit në këtë diskutimin që të takoj disa njerëz që edhe më janë drejtuar, që janë më të votuarit. Më të votuarit e pa përfaqësuar ideja në për institucione, jo deputetët. Kam pasur të njëjtin shqetësim. Braktisje, mos takim, shmangje etj. Pas kafes që ishte kafe. Normaliteti që ishte menduar ishte që do shkojmë, do diskutoj, se unë jam antar kryesie, do i diskutoj këtë që dëgjova atje. Pati reagim publik nga kryetari i partisë dhe nga leadershipi tjetër për kafen. Të lutem ta përfundoj se nuk se bëre publike do të thuash brezi. Kafe sot nuk dihet, po çuetrisë, kafe që u bë tërës, dashin ne. Po. Mos bëjmë sigur. Po. S'marrësh nga politika. Po çfarë do thotë kjo që u bë publike? Kafe të sot me tua duke raportuar. Publike është bërë nga mediat. Apo jo, unë nuk kam dalë. Së dyti, dhe nëse është bërë publike, po ta përfundoj se këto janë Ti nuk e prisje Saliani që kishte një reagim të menjëhershëm pas asaj kafe. Kishte reagim publik mbas kafes, më ndërkohë që mund thuhet, o zotëri, po u bë publik. Ose Saliani po atëherë se njeh partinë tënde, aty u shpall Azemajdari Ermik brenda natës, jo më ti. Unë e njoh më mirë, po kush e njeh Partinë Demokratike duhet dinë gjë, kur nuk ka pasur një njeri pas një funksion siç jam unë, pa pas kur pushtet, përveç 2021-shit që bëri Sali Berisha si ish kryetar partie, që të mbush sallat në këtë përmas, në këtë nivel, dhe ta ndjekin njerëzit në çdo cep. Kur nuk ka pas po doja. Ka pas njerëz që flisnin, që diskutonin, po jo kështu. Dhe duhet të flasim kështu siç është. Fakti që njerëzit vinë masivisht dhe sallat nuk i nxen, t'ju përgjigjem që ta marr pak më radhë. Po, jo përgjigjem Bledit. Nuk i bin më Sali Berisha, i bin Dervish Saliani. Po jo më ka një gjë që duhet të them. Zotri, kur e thua këtë ndan një vizë. Po thua që njerëzit nuk ndjekin më Sali Berisha, ndjekin Dervish Saliani. Po që se më le ta përfundoj mirë. Po që thuaj ti si e lexon që them unë. Se po bëjmë dakord me qoftë. Jo, që të përgjigjet. Se unë ndryva, pra se janë disa. Pra koha ka qenë në pritje të vendimarrjeve të partisë. Dhe koha po përfundon, sepse ndodhi një element tjetër. Partia Demokratike, ndërkohë që është në këtë situatë, shpalli zgjedhje në 26 deg. Si bëri zgjedhjet Partia Demokratike në 26 deg pa pyetur këtë? E dini ju, merreni se është publike, ta konfirmoj Arditi, se ka qenë aty jashtë, ditën që Belinda Balluku u mora pandehur, të nesërmen Partia Demokratike shpalli analizën e zgjedhjeve. Shpalli Partia Demokratike, kryesia e partisë. Pyeteni prap. Dhe t'ja u konfirmoj, nëse kam qenë ndër të paktën njerëz që kam thënë, ore, jetoj unë këtu apo kam humçi nga realiteti. Ditën që merret e pandehur ne shpallim analizë. Tani analiza u shpall nga partia, jo nga unë, dhe këtu tani unë do bëj analizë. Se jemi në periudhë analize, zonja dhe zotrinj. Dhe analiza bëhet nuk të gjen nga fjala. Vim tek elementi tjetër. Isha unë te njësia 6. Merre se janë rekorde publike, isha i deleguar për njësinë 6, kryetar grupi puna, për zgjedhjet e pjesëve ku kandidonte Florian Binej. E dini ju, shifeni pak, kush ka bërë takime, se janë publike, merre në Facebook, periudhën që kam qenë unë atje, si kanë qenë sallat e takimeve, sa herë kam shkuar, kam qëndruar për ditë aty. Por pse shkon nga shkalla deri në momentin bërë analizën. Jam ja ta them sepse se mos harroj, e di pse? Sepse më hoqi partia zotrim shkarkoj. Si më ndonë ti kur ti thua që nuk jam shkarkuar? Po jo nga kryesia, nga kryesia jam i zgjedhur. Unë po them nga njësia 6 bëhet me delegim. Jam i zgjedhur me votë zonjë, sepse edhe këta e keni gabim. Nuk kam shkuar unë aty, ka arte sigla këta zotrind. Dhe unë kam qenë njeriu i vetëm që kam qenë zëvendës kryetar grupi i zgjedhur me votë. Që në periudhën i vetmi funksionar që nuk ka lëvizur asnjëherë. Te të 3 partitë që u bën, unë isha zëvendës kryetar grupit të 3 partitë. Kam qenë i vetmi njeri që nuk kam lëvizur nga funksioni im. Të tjerët kanë disa ishin themelim të kështu. Grupi parlamentar i cili me statut është në kryesi.